Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Zbulohet arsyeja e tmerrshme pse u nda Leonora Jakupi nga partneri pas 10 vitesh. Pas një dekade marrëdhënie që për publikun dukej e pathyeshme, lajmi për ndarjen e Leonora Jakupit nga partneri i saj ka tronditur fansat dhe ka ndezur menjëherë një val spekullimesh. Për vite me radhë, këngëtarja kishte zgjedhur diskrecionin, duke mbajtur jetën private larg kamerave. Por tani, sipas burimeve pranë rrethit të saj të ngushtë, arsyeja e ndarjes është më e thellë dhe më e errët se sa është menduar. Sipas këtij rrëfimi, gjithçka nuk u shëm brenda një dite. Përkundrazi, marrëdhënia kishte kohë që lëkundej në heshtje. Ishte një dashuri që dukej e fortë nga jashtë, por brenda ishte e mbushur me dyshime, presion dhe lodhje, thot një burim. Leonora, e përkushtuar ndaj karrierës dhe publikut të saj, thuhet se ndihej gjithnjë e më e mbytur nga kërkesat dhe kontrolli i vazhdueshëm. Arsyeja që cilësohet në këtë histori lidhet me një sekret të fshehur prej vitesh. Sipas burimeve, këngëtarja zbuloi se partneri kishte bërë një jetë paralele, jo domosdoshmërisht një tradhti klasike, por një rrjet vendimesh dhe marrëveshjesh të fshehta që ndikonin drejt për drejt në të ardhmen e saj personale dhe profesionale. Ajo e kuptoi se nuk ishte më pjesë e planeve reale të tij.